Persona që ha në kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do befasoheni. Jo shumë vite më parë, përgatitja e kosit, siç quhet ndryshe zënia e kosit në shtëpi, ishte praktika e përditshme për të gjitha gjyshet ose nënat tona. Me kalimin e viteve dhe të mbushjen e tregut me produkte të gatshme, ky zakon thuajse humbi për këto kohët e fundit. Kur pasiguria ushqimore është rritur, zonjat e shtëpive po e blejnë sërish produktin te fshatarët për ta vënë në vet kosin. Efektet e tij janë shumë të mira nëse e përgatisni vetë. Kosi i gatshëm në shumicën e rasteve është i përgatitur me qumësht plur dhe proteina të ndryshme në formë pluri. Kosi është një burim i mirë i proteinës, por ka një strukturë e cila është burimi i kalciumit dhe masës mbrojtëse ndaj infeksioneve të zorëve dhe atyre urinare. Për të mësuar kosin tuaj në kushte shtëpie, duhet ta bëni sa më të freskët nga qumshti natyral. Kështu ai do t'i japë një zgjidhje të mirë në rritjen e niveleve të proteinës, në përmirësimin e zorrës dhe gjithashtu edhe në ngopjen më të shpejtë.